Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ka zhvilluar në manastirin e Shënkollit në Mesopotam një takim shumë planësh me Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare Vlorë, Qendrën Europiane për Studime Bizantine dhe përfaqësues të Ministrisë Greke të Kulturës dhe ekspert të trashëgimisë kulturore. Takimi është mbajtur në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Qendrës Europiane për Monumentet Bizantine dhe Post-Bizantine me projekt pilot konservimin dhe restaurimin e pikturës murale dhe elementëve dekorativ në kishën bizantine të Shën Nikollës në Mesopotam. Mësohet se diskutimet u përqendruan në adresimin e çështjeve të reja të dala gjatë zbatimit të projektit dhe përcaktimin e hapave të mëtejshëm për ruajtjen e kësaj pasurie kulturore unike. Manastiri i Mesopotamit ngrihet në lindje të Finiqit dhe është një nga perlat e arkitekturës bizantine në vend. Kisha e manastirit të Shënkollit në Mesopotam është ndërtuar pranë rënojave të qytetit antik të Finiqit në një kodër piktoreske mes dy lumejve, Bistricës dhe Kalasës. Thuhet se në fillim ka ekzistuar një tempull pagan dhe mbi rënojat e tij është ndërtuar kisha e Shënkollit, e cila mendohet të jetë ndërtuar në kohën e perandorit bizantin Konstantini IX Monomaku. Kisha e Shënkollit ka një arkitekturë të veçantë të stilit bizantin. Nga manastiri ruhen rënojat e mureve rrethues që kapen një sipërfaqe rreth 100 metra dhe kontrollohen nga 7 kulla drejtkëndshme. Muret rrethues janë më të hershëm se sa kisha që ekziston ende.